Shenja peshve gjatë së javë një lloj siç tek shenja Bricjapi kupton shumë mirë nëse është apo s'është partneri i dur, por mbi të gjitha kupton nëse është apo s'është në rrugën e dur. Dhe në këtë pikpamje merr një mbështetje vërtet shumë të madhe nga të gjithë pothuajse. Pikat që duhet jemi të vëmendshëm është mënyra se si komunikojmë, të flasim hapur. Projektet e reja që duam që t'i kryejmë në këto momente mund të jenë shumë produktive, por duhet marrim patjetër ndihmë. Të dimë se si ta kërkojmë. Në përgjithësi mund ta ndihmojmë familjarët tanë, por këtu marrëdhëniet duhen mbajtur vërtet shumë të shëndetshme. Nuk duhet të shpjegojmë më tepër se çfarë duhet. Pra, projektet që kemi, nëse është domosdoshmërisht e nevojshme që të marrim ndihmën e tyre, atëherë në rregull, por nëse është diçka që nuk e kemi shumë të nevojshme që ta ndajmë me ta, mund ta ndajmë pasi ta kemi mbaruar, sepse gjithsej javë mund të bëhet shumë e lodhshme që të shpjegojmë hap pas hapi dhe si rritoj mund të kemi edhe ndikime ose mund të demoralizohemi nga fjalët që na thon familjarët tanë, nëse se janë negative natyrisht. Tani siç do të tradita ne duam të dimë 3 shenjat që janë më me fat për këtë javë dhe pastaj kalojmë te ato që duhet të ruhen. Atëherë, faktikisht gjatë kësaj jave, shenja e cila duhet të jetë vërtet që duhet të ruhet është shenja e gafores, jemi në ulje të energjisë. Shenja tjetër që duhet të jetë vërtet që duhet të ruhet është shenja e dashit, ka ndikime pozitive, por duhet të ruhet, dhe shenja tjetër që duhet të ruhet është shenja e akrepit, shëndeti, është për mendimin tim primari. Dhe shenjat më me fat që ishin nga java? Po, shenjat më me fat është shenja e peshqve, Bricjapi ka fat për të stabilizuar jetën e tij, le të themi, dhe peshori. Tani me qenë se ne përmendëm her pas here përgjatë parashikimit të secilës shenjë të dasmën, martesën, dashurinë, të bëjmë një përmbledhje që cilat janë ato shenjat që do kenë fatin tani para verës, gjatë verës. Shenjë që do të kenë shumë fat në dashuri, gjatë verës është shenja e dashit dhe luanit. Po. Se ne përmendëm edhe shenja tjera, përmendëm. Këto janë me fat për dashuri. Për të martuar, shenjë që kanë më tepër fat janë shenjat fikse në përgjithësi, që është shenja e demit, luani vet që përmenda, shenja ujorit dhe shenja e akrepit. Diçka që mund të themi kështu me që tani jemi edhe në terren për të lidhur edhe me verën, me këtë të nxehtin, me atë çfarë mezi i pret. Se kemi shenja që mezi presin verën për ta shijuar. Cilat janë ato që mezi e presin se i pret gjë e mirë, duan të festojnë, ta shijojnë, ndërkohë nga ana tjetër ata që s'durojnë dot këtë verën. Ata që nuk durojnë dot këtë verën, faktikisht nuk mund të them që ka një shenjë. Kjo verë, domethënë në përgjithësi do të jetë një periudhë shplodhje ose më themi do të jemi të detyruar që të marrim të paktën ditë që të shplodhemi, do të jetë shumë intensive si periudhë. Shenjë që do ta shijojmë më tepër, sidomos pas datës 30 qershor, do të jetë shenja e shigjetarit. Do të kemi shenjën e dashit dhe shenja tjetër do të jetë ajo e luanit. Pra, luanit i bën mirë. Po, luani është mirë nga çdo aspekt. Po. Faleminderit shumë Denisa, edhe le të shpresojmë që të gjitha shenjat të shijojnë sa më shumë këtë javë dhe të tjerat pasuese. Kënaqësi. Edhe për mua, faleminderit. Ndërkohë në një tjetër mënyrë të horoskopit të nesotme, sepse ishim në natyrë, kishim mësuar shumë dashuri, martesa e gjëra që vijnë rrugës. Megjithatë, patyshim ne urojmë më të mirën për secilin. Ju ftojmë të na ndiqni në të gjitha platformat tona zyrtare kudo. Ne takohemi sërish nesër, ditë të mbarë.